Rreth 300 fëmijë nga disa shkolla fillore të regionit të Pollogut, konkretisht të qytetit të Tetovës, gjenden në kamping verror në afërsi të Ankaras. Ata janë transportuar nga 12 shoferë të agjencionit turistik Bashkim Tours, njëri nga të cilët nga qyteti Gostivarit. TV2 realizoi një bisedë telefonike me zyrën e Bashkim Tours në Tetov, nga ku mësuam se shoferët e kësaj agjencie si dhe nxënësi që i kanë transportuar janë shëndoshë mirë dhe po presin lejen për t'u kthyer në vendlindje. Ngjarjen e konfirmuan edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë, nga e cila precizojnë se 297 fëmijë nga disa shkolla fillore të Tetovës deri të dielën gjenden në kamp në afërsi të Ankaras. Nga ky nivel njoftuan njëkohësisht se fëmijët janë në vend të sigurt, gjenden larg trazirave që ndodhen në Ankara dhe natën e kanë kaluar të qetë. Ky grup i fëmijëve gjenden për pushime në kampin e skautëve në Turqi, ndërsa nga e hëna ishte paraparë që edhe grupi i dytë i nxënësve të niset për pushime në kampin afër Ankaras. Megjithatë, nuk dihet numri i turistëve nga Maqedonia të cilët kanë vajtur për pushime në Turqi. Sipas informatave të marra deri më tani, është vërejtur ngecje në lëvizjen në vendkalimet kufitare bullgaro-turke dhe greko-turke, ndërsa nuk realizohen as fluturime të aeroplanëve në relacionin Shkup-Stamboll. Në pajtueshmëri të komunikimeve të realizuara me një pjesë të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët për momentin ndodhen në Turqi, ju njoftojmë se janë të sigurt dhe tani për tani nuk është regjistruar asnjë qytetar i Maqedonisë i lënduar ose i vdekur, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Nga kjo ministri po ashtu edhe njëherë kanë theksuar që në vazhdimsi e ndjekin situatën në Turqi dhe se janë në kontakt të vazhdueshëm me ambasadën dhe konsulatën e Maqedonisë në Turqi. Ministria e Punëve të Jashtme njofton të gjithë qytetarët e Maqedonisë të cilët ndodhen në këtë moment në Turqi që të qëndrojnë në lokacione të sigurta, që të mos i braktisin hotelet dhe objektet ku janë të vendosur dhe të evitojnë tubimet në lokacione publike, qëndron në kumtesën e sotme të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Për të gjitha pyetjet e lidhura me sigurinë e qytetarëve të Maqedonisë të cilët për momentin ndodhen në Turqi, thuhet në kumtesë, lusim që të drejtohen në telefonat e hapur në përfaqësitë tona diplomatike konsulare në Ankara dhe Stamboll ose në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë. Zëvendës kryetari i qeverisë dhe ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski gjatë natës ka pasur një bisedë telefonike me kolegun turk Mevlut Çavusoglu, me që rast është konfirmuar se autoritetet turke punojnë në kthimin e rendit dhe paqes në shtet dhe se së shpejti do të menjanohen të gjitha kanosjet e mundshme. Popovski në bisedë theksoi se Republika e Maqedonisë ashpër i dënon të gjitha aktet e dhunës dhe terrorit dhe shfaq mbështetje të plot për institucionet e përzgjedhura demokratike. Njëri shpreu edhe ngushëllime deri tek familjet e të gjitha viktimave ose të lënduarve në ngjarjet e djeshme në Turqi, informon Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë.